Mariola Muhaj, drejtoresh e Spitalit Psikiatrik Ali Mihali në Vlorë, është larguar nga ushtrimi i këtij funksioni, teksa Spitali Psikiatrik i Vlorës vijon që prej datës së 3 nëntor të mbetet pa drejtues, duke bërë që të ketë një ngërsh institucional në menaxhimin e këtij institucioni, të vetmin në rang jugu, i cili përmbledh jo vetëm Vlorën, por gjithashtu edhe disa qytete të ndryshme të vendit. Mariola Muhaj, drejtuesja e Spitalit Psikiatrik Ali Mihali në Vlorë, ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i institucionit. Mësohet se përgjatë muajit tetor, Muhaj ka depozituar zyrtarisht dorëheqjen e saj pranë Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa procedurat administrative janë finalizuar së fundmi. Pas largimit të saj nga posti drejtues, Muhaj ka marrë detyrën e pedagoges së brendshme në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, në Fakultetin e Shëndetit Publik. Muhaj edhe më parë se të emëroi në krye të Spitalit Psikiatrik të Vlorës, ka ushtruar detyrën e pedagoges në Fakultetin e Shëndetit Publik. Kjo lëvizje erdhi menjëherë edhe pas shumë ndryshimeve të bëra në drejtimin e disa institucioneve në qytetin bregdetar. Mariola Muhaj drejtoi për rreth 2 vite Spitalin Psikiatrik të Vlorës, ndërsa në drejtimin e saj në këtë strukturë u realizua edhe një investim tepër i rëndësishëm i qeverisë shqiptare në ndërtimin e 2 shtëpisave të mbrojtura, ku janë streuar momentalisht pacient rezident të këtij spitali, por ky spital u plotësua edhe me baza materiale dhe shërbime të tjera përgjatë drejtimit të Muhajit. Aktualisht nuk ka një njoftim zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë për drejtuesin e ri të Spitalit Psikiatrik, ndërsa burime brenda institucionit tregojnë se detyra do të mbulohet përkohësisht nga 2 nëndrejtorët e këtij spitali, por si drejtuesja ekonomike dhe drejtuesi teknik nuk kanë të drejtën e firmës. Aktualisht nuk ka drejtues as të komanduar që prej 3 nëntorit në krye të këtij institucioni, çka sjell më pas një ngërsh të menaxhimit të tij. Momentalisht askush nga nëndrejtuesit nuk ka të drejtën e firmës në bordero, çka do të thotë se nuk mund të kalohen dot pagat e punonjësve. Vendet në Spitalin Psikiatrik janë të minimizuara për hyrje, pra për rezident të rinj, por as kjo gjë, në mungesë të një drejtuesi, nuk mund të realizohet dot. Gjithashtu edhe nevojat për pajisje të reja, shtim të bazës materiale, nuk mund të plotësohen pa firmën e një drejtuesi në krye të institucionit.